Në nëntor të vitit 2007, pas arrestimit të Salvatore Lo Piccolo, policia siciliane gjeti një dokument që përmbante 10 urdhrat në vendin ku strehohej ai. Ata janë udhërrëfyes si të bëhesh një mafioz i mirë, i respektuar dhe i ndershëm. 1. Askush nuk duhet ta prezantoj veten drejt për drejt para ndonjërit nga miqtë tanë. Duhet të ketë një palë të tretë për ta bërë këtë. 2. Asnjëherë mos shiko gruan e mikut tënd. 3. Mos lejo të shikojnë me policë. 4. Mos shko në pube dhe klube. 5. Të jesh gjithmonë i disponueshëm për Koza Nostrën është detyrë edhe nëse gruaja është duke lindur. 6. Takimet duhet të respektohen plotësisht. 7. Bashkëshortet duhet të trajtohen me respekt. 8. Kur pyetesh për ndonjë informacion, duhet të tregohet gjithmonë e vërteta. 9. Parat nuk janë të duhura nëse i përkasin të tjerave apo familjeve të tjera. 10. Njerëzit të cilët nuk mund të jenë pjesë e Koza Nostrës, çdo kush që ka lidhje të afërta me policinë, çdo kush që mban marrëdhënie të paplota me familjen, çdo kush që sillet keq dhe nuk i ruan vlerat morale. Të gjithë mafiozët për të bërë antar të plot të mafjes duhet të kalojnë një ritual. Ai ftohet në një fest. Ai dërgohet në një dhomë në të cilën shumë mafioz rrin ulur në një tavolinë tek e cila ka një pistolet, një thik dhe një fotografi të një shenjtori. Ato e pyesin për dedikimin e tij dhe ndjemjat e tij në lidhje me kriminalitetin dhe vrasjet. Kur konfirmon gjithçka, Doni merr një gjilpër dhe bën një vrim në gishtin e personit. Personi njollos me gjakun nga gishti fotografinë e shenjtorit, të cilën ai e mban në duart e mbledhura derisa Doni e djeg. Doni atëherë thot: "Nëse ti e tradhton mafian, mishi yt do të digjet si ky shenjtor." Mafia italiane, por edhe mafiat e tjera, nuk kanë një strukturë organizative të thjeshtë, por është një shoqatë e përbërë prej një numri të madh të grupeve të ashtu quajtura klane ose familje. Çdo familje është e udhëhequr nga shefi ose bosi, ose i ashtu quajturi don, i cili sundon si diktator. Varësisht prej familjes, edhe Doni zgjidhet në forma të ndryshme. Doni merr përqindje nga fitimet e të gjithë pjesëtarëve të familjes. Nën shefi është urdhri i dytë në familje, i cili zakonisht emërohet nga Doni i familjes. Ai është i përgjegjshëm për të gjithë kapot, të cilët janë nën urdhrin e Donit. Në rast të arrestimit ose vdekjes së Donit, nën shefi është i pari në listë për të marrë pozitën e tij derisa ai u mungon ose përgjithmonë. Konsiliere ose këshilltari është personi i cili këshillon familjen dhe gjithashtu është i njohur si krahu i djathtë i Donit. Ata përdoren si ndërmjetësues në përdiskutime dhe përfaqësues të familjes në mbledhjet me familje tjera. Për këshilltar, Doni emëron dikë tek i cili ka më tepër besim. Kapo është i përgjegjshëm për grupet e ushtarëve të cilët i raportojnë direkt atij. Çdo grup zakonisht përbëhet nga 10 deri më 20 ushtar. Kapoja emërohet nga Doni ose nën shefi dhe u raporton atyre. Atyre mund t'u jepen detyra si vrasje dhe rekrutim. Nëse një kapo bëhet i mjaft i fuqishëm, ai mund të kalojë edhe superiorët e tij. Ai mund të zë edhe vendin e Donit nëse Doni më parshëm vdes. Soldato ose ushtar është pjesëtar i familjes dhe sipas traditës, ai duhet të jetë italian ose të paktën të jetë italian nga ana e babait. Një herazi, kur një antar është i bërë, ai është i paprekur, që domethënë se përpara se një ushtar të vritet, duhet një herë të bisedohet me kapon e ushtarit ose Donin. Kur lirohet një vend në familje, kapot mund të propozojnë një antar të ri. Ata janë të quajtur si njerëz të krijuar, të cilin epitete merr duke bërë një vrasje me urdhër të superiorëve. Të jesh i krijuar domethënë fillimi, por jo përfundimi i karrierës mafioze. Associate ose shoqëruesit nuk janë antar të familjes dhe roli i shoqëruesit është i ngjashëm me atë të njeriu të porositur. Zakonisht shoqërues janë jo italian, të cilët asnjëherë nuk shkojnë më larg se kaq. Ato kryejnë punë për të ndihmuar antarët e familjes ose janë njerëz me të cilët familja ka aktivitet. Në raste tjera, shoqërues janë edhe biznesmenit e korruptuar dhe përfaqësuesit e unionit.
Gjeneza e mafia siciliane është pak e njohur për shkak të natyrës së fshehtë që nga krijimi deri në ditët e sotme të zhvillimit të saj. Besohet se fara e tij është mbjellë në kohën e tranzicionit të Sicilisë nga feudalizmi në kapitalizëm. Shteti sicilian nuk mund të detyronte plotësisht që të respektohej ligji dhe rendi, dhe shumë grupe, nga banditët deri tek zanatçinjt e snaf, përdorën dhunën për të plaçkitur dhe për të krijuar konflikte. Më 1824 në Sicili ekzistonte një sekt vjedhësish të cilët kishin shenja speciale për të njohur më njëri tjetrin. Kishin mbrojtje politike në shumë rajone, kishin një kod besnikërie të njohur si omerta. Më 1865, këto lloj sektesh u quajtën për herë të parë si mafia. Organizata e parë mafioze është mafia siciliane, e cila nuk kishte ndonjë emër formal pasi antarët mendojnë se nuk ka nevojë. Mirë po që kjo organizatë të dallohet nga organizatat tjera në Itali, është quajtur me termin Cosa Nostra, që do të thotë çështja jon. Sido që të jetë, në Itali përdoret termi mafia siciliane, e cila aktivitetin e vet kriminal në SBA e ka zhvilluar nën emrin Cosa Nostra.